A dini se me 10 mars të vitit 1876 është realizuar për herë të parë thirrja telefonike. Telefonin e ka shpikur Alexander Graham Bell. Ai është shpallur shpikësi i telefonit dhe ka marrë patentën e parë për të në vitin 1876. Historia e shpikjes së telefonit është paksa ndërlikuar, pasi shumë shpekës dhe kërkues të tjerë kanë kontribuar në zhvillimin e teknologjisë së komunikimit, përfshirë Elisa Gray dhe Antonio Meucci, të cilët gjithashtu kanë bërë hapa të rëndësishëm në këtë fushë. Megjithatë, Bell është personi që shpesh njihet si shpikësi i telefonit, pasi ai arriti të krijonte një pajisje që mund të transmetonte zë në distanca të largta përmes telit dhe fitoi patentën për këtë shpikje. Në vitin 1874, Bell kishte filluar të eksperimentonte me ide të ndryshme për të transmetuar zërin përmes valeve elektrike. Ai dhe asistentët e tij, përfshirë Thomas Watson, zhvilluan një pajisje që mund të konvertonte valet akustike, zërin në valë elektrike dhe më pas të konvertonte ato valë elektrike përsëri në zë në anën tjetër të linjës. Me 10 mars të vitit 1876, Bell arriti të realizonte thirrjen e parë telefonike me fjalët e njohura: "I nderuari Watson, eja këtu dua t'ju shoh." Kjo ishte thirrja e parë e suksesshme telefonike që shënoi një moment historik në zhvillimin e komunikimit. Por a ka pasur përpjekje të tjera? Antonio Meucci, një shpikës italian, kishte zhvilluar një pajisje që mund të transmetonte zërin përmes kabllove disa vjet para Bell, por ai nuk mund të siguronte patentën për shkak të vështirësive financiare dhe barriera ligjore. Për këtë arsye, shpesh flitet për një ngjarje të pazgjitur rreth kërkesës për patentë dhe njohjen e Meucci për shpikjen e telefonit. Elisa Gray ishte një tjetër shpikës amerikan që kishte zhvilluar një sistem të ngjashëm telefonik dhe kishte depozituar një patentë në të njëjtën kohë me Bell. Ky bëri që të kishte një konflikt ligjor mes dy shpikësve, por në fund Bell fitoi patentën për telefonin.